Në sistemin arsimor, kohëve të fundit vërehet një vlerësim jo korrekt i nxënësve. Si rezultati i këtij vlerësimi pason korrupsioni. Sipas Llagja Nataseva, duhet bërë çmos që korrupsioni të largohet nga procesi arsimor. Vlerësimi jo korrekt i nxënësve nga ana e profesorëve është gjithnjë më e pranishme në sistemin arsimor. Ka raste kur profesorët nxënësve pa meritu japin nota më të larta, apo ndodhe edhe e kundërta, kur nxënësit, edhe pse të përgatitur, nga profesorët vlerësohen me nota të ulta. Me qëllim të vlerësimit real dhe meritor të nxënësve nga ana e profesorëve dhe respektimi standardeve në arsim, sot u mbajt ryeze rrumbullakët. Drejtori i Inspektoratit Shtetëror Gjorgji Nikolov vlerësoi se nota është numër dhe se profesorët nuk duhet të humbasin vendin e punës për një numër. Kur flasim për sistemin e vlerësimit në arsim, ne që kemi punuar ose punojmë ati, mund të japim menjëherë konkluzën se sa janë të kënaqur nxënësit dhe prindërit me ne. Si rezultat i vlerësimit jo korrekt pason korrupsioni, sepse nxënësit për të patur sukses të shkëlqyer do e mos duhet ta blejnë notën, vlerësoi drejtoresha e Transparencë Zero Korrupsion Llagja Nataseva. Sipas saj, vetëm kur vlerësimi i nxënësve do të bëhet në mënyrën e duhur, atëherë do të largohet korrupsioni nga procesi arsimor. Nxënësit vetë pohojnë se nuk janë të vlerësuar mirë nga profesorët. Çdoherë ka pasur vlerësime jo korrekte, për këtë janë të vetëdijshëm të gjithë. Mendoj se nuk ekziston peshore në të cilën mund të vendosin dituritë e nxënësve dhe në fund të na jep rezultate të sakta. Me ndryshimet në ligjin për arsim të mesëm, të gjithë profesorët në fund të vitit do të vlerësohen, dhe nëse vërehet se gjatë vitit ka dhënë nota jo reale, do të dënohet me 10 deri në 20% nga paga. Ndërkohë, nëse kjo përsëritet për 3 herë, do të largohet nga puna.